kthyer në një traditë të bukur vjetore. Argo Group hap dyert e showroomit të pijeve duke sjellë më afër se kurrë klientët dhe bashkëpunëtorët e tyre të shumt. Në një ngjarje ku shija, përvoja dhe partneriteti bashkon për të festuar suksesin dhe risit në botën e pijeve. Një ambient tejet i bukur, i menduar deri në detajet e fundit, ishte i hapur për të pritur të gjithë mysafirët. Njëra nga përfaqësueset e Argo Group, Flutura Kabashi, tregoi më shumë në lidhje me këtë ngjarje dhe rëndësinë e saj. Faleminderit juve, edhe që gjatë kohë me ardhë, po këtë event u sejmi të i bëjë çdo vit, një prezantim të showroomit tonë, të pijeve, që t'jemi sa më afër klientave tonë, gjithashtu edhe me partnerët, që të dim punën tonë gjithë secili. Mirë shumë, mirë është, ndoshta keni arritë edhe ju me pa mrena që janë prezantuar të gjitha pijet. Klientat që më kanë sa më afër produkte, domethënë që të dinë që çka pihet, çka shërbehet, të janë më afër me secilin produkt, domethënë mund me ardh me degustu, me pa shijen, janë shumë afër gjithçka. Një bashkëpunim shumë i mirë, siç mundi edhe me pa partnerët i kemi krahë gjithmonë, po dhe na jemi gjithmonë krah klientave tanë. Për fund se kish me qenë një mesazh që kishte dhënë për këtë shikuese. T'jemi sa më realist, domethënë t'jemi bashkëpunëtor, edhe t'jemi krah klientit gjithmonë. Argo Group si shpërndarësi kryesor i pijeve alkoolike dhe jo alkoolike në Kosovë. Sigurisht që ka bashkëpunime të shumta edhe me të huaj. E ndërta është edhe Biraria Nikšić, përfaqësuesit e së cilës u shprehen të kënaqur për bashkëpunimin me Argo Group dhe suksesin e arritur së bashku. Të dashur miq, është vërtet një nder i madh për mua që jam sot këtu me ju për të festuar këtë moment të rëndësishëm së bashku. Kompanitë tona, Treviso Grouperi, Molson Coors Company dhe Argo Group kanë qenë partnere prej shumë vitesh, gëzuar për gjitha këto suksese të mëdha. Faleminderit që keni qenë ambasador të shkëlqyer në ecjen drejt tregjeve globale. Ju uroj suksese të mëdha në të ardhmen, zhvillim të vazhdueshëm dhe një partneritet edhe më të fortë. Fjalë të mëdha dhe lavdëruese kishin edhe nga veraria e vjetër 104 vjeçare, Tigvesh. Mirëmbrëma tim dashur miq. Mirëmbrëma miq. Në emër të Tigves Werneri dëshiroj të them disa fjalë. Tigves është një lider në praktikat të qëndrueshmërisë në këtë rajon. Këtë vit ajo feston 140 vjetorin e themelimit, një arritje që meriton duartrokitje të mëdha. Të ruash dhe zhvillosh një biznes prej 140 viteve në këtë zonë është në të vërtet një sukses i jashtëzakonshëm. Por ky sukses nuk do të ishte i mundur pa partnerë si grupi ynë punues. Shpresoj që së bashku ta çojmë përpara dhe në vitet në vazhdim. Është një nder i veçantë që kemi sot këtu zotin Gjenski. Edhe pse ishte një njohtim biznesi, ai gjeti kohën për të qenë me ne sonte. Përpara se të vijë ai në skenë, dua të shtoj diçka. Vitin e kaluar isha gjithashtu këtu dhe vura re se Kosova ka shumë gratë të bukura. Fatkeqësisht, këtë vit ka më pak se vitin e kaluar, por shpresoj që vitin tjetër të shohim më shumë gratë të bukura nga Kosova në këtë ngjarje. Presidenti i bordit drejtues të Tigvesh, zotëri Janevski, tha se ardhja e tij në Kosovë nuk ishte qenë e lehtë, por festa për të nuk do të kishte kuptim. Good evening. Ardhja ime sot në Kosovë nuk ishte edhe aq e lehtë. Pata disa vështirësi gjatë ditës, por kur e kuptova që shoku im është këtu, dhe sidomos që festa pa mua nuk do të kishte kuptim, vendosa që duhet të vij patjetër. U ktheva vonë, kam qenë për 3 ditë me kolegët, Hervi nuk erdhi të më takonte dhe ishte e tmerrshme, por thash me vete, duhet të shkoj, duhet të jem aty, dhe ja ku jam shumë i lumtur që ndodhem këtu me ju. Mund të flas gjatë për traditën, për historinë e shumë çka tjetër, por sonte dua vetëm të ndaj diçka më ndryshe. Pse pim verë në jetë? Ne kemi gjetur 3 arsye kryesore. 1. Kur pi verë të mirë, nuk gërhet gjatë gjumit. 2. Nuk ke dhimbje kokën në mëngjes, dhe nëse ndodh të kesh, atëherë ankohet e tudi. Dhe 3. Nuk duhet të kërkosh syzet në mëngjes, sepse je zgjuar mirë e qartë. Unë vetë kam pasur shumë takime dhe shpesh kam vuajtur nga vera e keqe, dhe pikërisht kjo më bëri të ndroj qasje dhe të kërkoj diçka më të mirë. Sot dhe sonte do të shijoni pikërisht këtë përvojë të mirë. Faleminderit shumë, gëzuar. Këta nuk ishin të vetmit, kishte edhe shumë ambasadore e bashkëpunëtor të huaj, të cilët në pamundësi për të qenë pjesë e këtij showroom-i, i kishin dërguar videomesazhe falënderimi. Një event në të cilin nuk mungonte as pija, ushqimi e as muzika. Showroom-i i të premtës ishte i shoqëruar me muzikë live gjatë gjithë kohës.
e në një ngjarje të tillë nuk kishte si të mungante as prezantimi i dy pijeve të reja nga Argo Group.